Gjykata kushtetuese shpalli vendimin për çështjen e ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqa, i cili kishte paraqitur një ankimim individual kushtetues kundër vendimeve gjyqësore që e kishin lënë atë në paraburgim. Beqa i kërkonte shfuqizimin e masës së sigurisë personal, arrest me burg, duke konsideruar atë pavlefshëm dhe antikushtetues. Në arsyetimin e vendimit, gjykata kushtetuese vlerëson se pretendimet e Beqait janë të pabazuara, pasi masa e caktuar ka pasur për qëllim të lishëm garantimin e mbarvajtjes së procesit penal ndaj tij. Gjithashtu, kushtetuesi anënvezon se paraburgimi nuk është jo proporcional në raport me rrethanat e çështjes dhe me veprat penale për cilat ai dyshohet. Vendimi i gjykatës konfirmon se caktimi i masës së sigurimit personal ndjek procedurat e përcaktuara nga Kodi i Procedurës Penale dhe është i justifikuar nga mënyra për të mbrojtur procesin ligjor dhe drejtësinë në vend. Beqa do të vazhdojë të qëndrojë në paraburgim deri në përfundimin e hetimeve dhe proceseve gjyqësore për rastin e tij.